Përshëndetje, ne do flasim për perimetrin. Ç'është perimetri? Perimetri është shuma e gjatësive të brinjeve të një trupi gjeometrik. Për shembull, nëse marrim katroren, i cili është një trup gjeometrik dydimensional, pasi që ka gjatësinë dhe lartësinë. Duhet të dimë se perimetri, i cili shënohet me p, i katrorit është barabartë me lartësinë shumën e të gjitha brinjeve të katrorit. Që shënon me a pasi që janë të barabartë. A plus A plus A plus A. Pra perimetri është barabartë me, mund të shënojmë si, pasi që kemi të gjitha janë të njëjta, mund të shënojmë si 4 herë A. Pra perimetri i katrorit është barabartë me 4 herë A. Të marrim një shembull, nëse A është barabartë me 3 cm, atëherë perimetri do të barabartë me 4 herë 3, që bëjnë 12. Të shkojmë tek perimetri i drejtkënshit. Perimetri i drejtkënshit është i barabartë me shumën e gjatësisë së brinjeve të drejtkënshit. A B. Përsëri A këtu e B. Është barabartë me A plus B plus A plus B. Ndryshe mund ta shkruajmë si P është barabartë me A plus A plus B plus B. Perimetri është barabartë me 2A plus 2B. Pra i mbledhem. Ne të marrim një shembull, nëse A është barabartë me 4 dhe B është barabartë me 5. Atëherë perimetri do jetë barabartë me 2 herë 4 plus 2 herë 5. Perimetri është barabartë me 2 herë 4 bën 8 plus 2 herë 5 bën 10. Perimetri është barabartë me 18. Tani të vazhdojmë edhe me disa perimetra të trupave të tjerë gjeometrik. Nëse marrim për shembull trekëndshin, perimetri i trekëndshit është barabartë me A plus B plus C. Arsyeja pse shkruajta A plus B plus C është sepse kemi trekëndsh barabrinjesh, barakrahësh dhe brinje njëjtë. Si për shembull te brinje njëjti, atëherë të gjitha brinjet do jetë A dhe do shënojmë perimetri është barabartë me 3A. Te barakrahti do shënojmë perimetri është barabartë me A plus 2B. Apo tek brinje ndryshme do shënojmë A plus B plus C. Mirë po, kjo vlen për të gjitha trekëndshat. Si për shembull, nëse A është barabartë me 3 cm dhe nuk jepet ndonjë brinjë tjetër, atëherë duhet ta dimë se perimetri do jetë barabartë me 3 plus 3 plus 3, sepse e dimë se trekëndshit që ka barabrinjesh dhe të gjitha brinjet do jetë në barabartë me 3. Perimetri është 3 plus 3 bën 3, 6 plus 3 bën 9. Po në qoftë se na jepen 2 brinj, perimetri është barabartë me 4 dhe perimetri dhe A është barabartë me 4 dhe B është barabartë me 5. Edhe duhet të çeket se cila është gjatësia e bazës dhe cila është gjatësia e krahut. Nëse B-ja është baza, po atëherë duhet ta dimë se perimetri është barabartë me bazën, e cila është 5, plus 2 herë 4 herë 2A, sepse që dim kemi 2 krah dhe do të shojmë të marrim shumën e të dyjave. Perimetri është barabartë me 5 plus 8, perimetri është barabartë me 13. Dhe në qoftë se kemi perimetrin e një trekëndshi i cili i ka do qëta brinje të ndryshme, atëherë përdorim këtë formulën këtu. Dhe mund të themi ndryshe se perimetri i trupave gjeometrik të cilët të gjitha brinjet i kanë të njëjtë, mirë po nuk kanë një numër të caktuar brinjesh, atëherë perimetri atyre do jetë barabartë me numri i brinjeve herë gjatësia e brinjeve. Për shembull, nëse marrim një gjashtkëndësh të rregullt, kështu, ku të gjitha brinjet janë A dhe A, atëherë perimetri do jetë barabartë me, i numërojmë se sa brinj kemi këtë 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe shumësojmë me A. Pra perimetri një gjashtkëndshi është 6A, pra gjashtkëndshi të rregullt. Perimetri
është barabartë me 6 herë. Në qoftë se A-ja është barabartë me 3 cm, 6 herë 3. Perimetri është barabartë me 18. Këtë marrim në një shembull për këtë formulë. Në qoftë se perimetri është barabartë me 5 herë A. Pra, tregon se është perimetri i një pesëkëndshi, i cili duket kështu. Gjitha janë A dhe kemi 5 brinë nga A. Perimetri është barabartë me, në qoftë se marrim perimetri është barabartë me, A-ja është barabartë me 4 cm, 5 herë 4, perimetri është barabartë me 20. Dhe tek e fundit, për në fund do të flasim dhe për perimetrin e një figure gjeometrike e cila është shumë e njohur për ne, për perimetrin e rrethit, i cili ka rrezën. Dhe për të caktuar perimetrin e rrethit, do ta dimë se perimetri është barabartë me 2 pi r, ku 2 pi-a është një numër i cili prapërsisht është barabartë me 3 presje 14 dhe r-ja është rrezja. Ky është perimetri i rrethit. Si për shembull, në qoftë se rrezja është barabartë me 3 cm, atëherë perimetri është barabartë me 2 pi herë 3. Perimetri është barabartë me 2 pi herë 3 bën 6 pi. Dhe mund të zëvendësojmë perimetri është barabartë me 6 herë 3 presje 14. Dhe mund të shumëzojmë, do ta gjejmë se sa është perimetri, por nuk ka nevojë të shumëzojmë, do të humbim kohë. Mirupafshim, në mësimin tjetër do flasim për sipërfaqen dhe vëllimin e një trupi gjeometrik.